Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka filluar shpërndarjen e materialeve zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit 2025. Materialet e nevojshme po shpërndahen në 5 bashkitë: Vlorë, Berat, Cerrik, Mat, Tepelen, ku përfshihen fletët e votimit, kutitë e votimit, proces verbalet si dhe dhomat e fshehtësisë dhe të gjitha materialet e tjera që garantojnë zhvillimin e zgjedhjeve në përputhje me kodin zgjedhor. KQZ ka zhvilluar 2 ditë më parë dhe testimin operacional të pajisjeve të identifikimit elektronik të zgjedhësve (PEI), që do të përdoren në zgjedhjet e pjesshme të së dielës. Në zbatim të kodit zgjedhor u përzgjodhen rastësisht 3% e pajisjeve që KQZ do të përdorë në zgjedhjet për kryetar bashkie në 5 qytete për të simuluar procesin e hapjes, mbylljes dhe identifikimit të zgjedhësit. Simulimi I procesit në këtë test operacional verifikon elementët si: nëse një votues I përket asaj qendre votimi, nëse një votues tenton të votojë më shumë se një herë, apo nëse një votues është në qendrën e gabuar të votimit e të tjerë, si dhe sinjalet vizuale dhe akustike që jep pajisja në rastet e tilla. Për identifikimin e zgjedhësve, do të implementohet sistemi elektronik I identifikimit të votuesve, SAVE, dhe do të përdoren pajisje elektronike të identifikimit, PEI, të vendosura në 472 qendra votimi në 5 bashki, të cilat do të sigurojnë identifikimin e saktë të zgjedhësve, bazuar në regjistrin elektronik të mbajtur në pajisje. Zgjedhësi në ditën e votimit do të paraqitet në qendrën e tij të votimit me letër njoftim ose pasaportë biometrike për të identifikuar përmes pajisjes PEI, ku përveç dokumentit të identifikimit do të lërë edhe gjurmët daktiloskopike, shenjat e gishtrimve, të cilat do të shërbejnë për të evidentuar rastet e votimit të paligjshëm.